borxhi që e kemi njëri ndaj tjetrit, njerëzit mes vete. Dhe këtë borxh nuk don Allahu, nuk ja fal Allahu njeriu përderisa njeriu nuk e lip halalun për njerëz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte, kërkoni halallokun për njëri tjetrit sa të jeni gjallë, se në ahiret halalloku është me sevape dhe gjunahe. Aty nuk ndërhyn Allahu i madhreshëm me ta fal borxhin që ki dikujt. E borxhi nuk është veç pare. Borxhi është edhe fjalë. Borxhi është edhe zullum, edhe padrejtësi. Andaj kur vjen momenti besimtari me kalu urën e siratit, ndjath edhe në të majtë e urës së siratit janë disa kthetra. E ato kthetra janë obligime që i ka njeriu karshi Zotit dhe obligime që i ka njeriu karshi njerëzve. Dhe nëse s'ka arrit mu pastru për obligimeve të veta karshi Zotit dhe obligimeve të veta karshi krijesave, ato e marrin edhe e hudhin poshtë në xhenem, Allahu na ruaj.